Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Drejtuesit e politikës shqiptare uruajnë qytetarët për ditën e verës, një nga festat më të vjetra të traditës shqiptare. Presidenti Bajram Begaj theksoi simbolistikën e kësaj dite që e lidhi me natyrën dhe shpresën për një fillim të ri, ndërsa kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Ali Berisha përcollën urimin e tyre nga Elbasani, qyteti që identifikohet me këtë festë. Festimet për ditën e verës janë shoqëruar me urimet e drejtuesve kryesor të politikës shqiptare, të cilët përcollën mesazhe për qytetarët me rastin e kësaj feste tradicionale që simbolizon ardhjen e pranverës dhe ripërtëritjen. Presidenti i Republikës Bajram Begaj në mesazhin e tij theksoi se kjo festë është një nga traditat që kanë mbijetuar ndër shekuj dhe ka mbetur e lidhur ngushtë me natyrën dhe shpirtin e popullit shqiptar. Sjell kjo festë e bukur e traditës son gëzim, optimizëm dhe begati në çdo familje shqiptare, shkruan kreu i shtetit. Ndërkohë kryeministri Edi Rama e nisi këtë 14 mars me publikimin e një videoje në rrjetet sociale nga Elbasani, ku anvisat e qytetit përgatitën ëmbëlsira tradicionale të festës me bollokume. Në mesazhin e tij, Rama uroi qytetarët për një fundjavë me diell nga qyteti që simbolikisht sjell verën në Shqipëri. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Ali Berisha vizitoi po ashtu Elbasanin, i njohur si kryeqyteti i festimeve të ditës së verës. Në urimin e tij për qytetarët nuk munguan edhe mesazhet politike. Këtë festë shqiptarët e festojnë në të bindur se kur, se festën tjetër të keqen ja lanë dimrit dhe Rama me lubin të ardhme nuk kanë më. Kjo është dita e fundit e verës që ata i gjën me karrigët thyrë ashtu siç janë. Nuk e meritoj. Gjatë fjalës së tij, Berisha u shpreh se kjo festë simbolizon ripërtëritjen dhe shpresën për një fillim të ri, ndërsa shtoi se shqiptarët synojnë të afrohen gjithnjë më shumë me ëndrrën europiane. Berisha gjithashtu zhvilloi një drek me mbështetës të Partisë Demokratike, u theksoi se dita e verës është një simbol i ndryshimit dhe sipas tij, vitin e ardhshëm mund të sjellë një realitet tjetër për vendin. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu vizitoi Institutin e të Miturve në Kavaj në kuadër të festës së ditës së verës. Gjatë aktivitetit festiv me të miturit e institucionit, ai përcolli një mesazh shprese dhe rikthimi në shoqëri. Në përfundim të vizitës, u dhurua një libër për bibliotekën e institucionit dhe u mboll një udhëhi simbolistik. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi një vizitë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur në Kavaj në kuadër të aktiviteteve për festën tradicionale të ditës së verës. Në këtë vizitë, ai ishte shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Levis Qose. Në ambientet e institucionit u organizua një aktivitet festiv nga vetë miturit që vuajnë dënimin në këtë qendër, të cilët kishin përgatitur programe artistike për të çunuar këtë festë. Gjatë takimit me ta, ministri Gogu përcolli një mesazh inkurajues duke theksuar rëndësinë e shpresës, besimit dhe mundësisë për një fillim të ri në jetë. Në kuadër të kësaj vizite, ministri i Drejtësisë duroi për bibliotekën e institucionit romanin të Mjerë të shkrimtarit francez Victor Hugo. Libri rrëfen historinë e një njeriu që pasi bëri gabime në jetë, u përball me paragjykimet e shoqërisë, por fal besimit dhe mundësisë për një fillim të ri, arriti të ndryshojë rrjedhën e jetës së tij. Sipas autoriteteve, zgjedhja e këtij romani synon të përcjellë një mesazh reflektimi dhe motivimi për të rinjtë që ndodhen në këtë institucion, duke inkurajuar ata që të besojnë në mundësinë për t'u rehabilituar dhe për t'u rikthyer në shoqëri. Në përfundim të aktivitetit, drejtori i përgjithshëm i burgjeve, Levis Qose, mbolli një pemulliri në ambientin e institucionit. Ky gest simbolik u interpretua si një shenjë paqeje, shpreseje dhe një fillim të ri për të miturit që po kalojnë një periudhë të vështirë të jetës së tyre. Përplasje mes protestuesve dhe policisë u regjistrua në Bregdetin e Velipojës gjatë protestës së rrallës kundër ndërtimit të një resorti turistik. Disa banorë të rrjollit u shoqëruan në komisariat pasi tensionet u përshkallëzuan gjatë marshimit drejt kantierit të ndërtimit.
Tensione dhe përplasje fizike u regjistruan këtë të shtunë në bregdetin e Velipojës gjatë protestës së radhës të organizuar nga banorët e zonës kundër ndërtimit të një resorti turistik në këtë territor. Si pasojë e incidenteve, disa banorë të rrjedhit u shoqëruan në komisariat nga policia. Protesta vjen pas një seri reagimesh që zgjasin prej rreth 6 javësh, ku banorët e zonës kundërshtojnë projektin turistik që po ndërtohet nga biznesmeni Bashkim Ulaj. Sipas tyre, projekti po realizohet mbi toka që pretendojnë se u përkasin banorëve vendas dhe se pronësia është tjetërsuar në mënyrë të padrejtë. Në protestën e kësaj të shtune nuk morën pjesë vetëm banorët e zonës, por edhe aktivistë dhe qytetarë nga pjesë të tjera të vendit, të cilët shprehën mbështetje për banorët e rrjedhit dhe ngritën shqetësime të ngjashme lidhur me çështjet e pronësisë së tokës. Protestuesit marshuan drejt kantierit të ndërtimit në Bregdet, ku forcat e policisë kishin ngritur një perimetër sigurie për të parandaluar dëmtimin e makinerive dhe pengimin e punimeve. Përplasjet mes protestuesve dhe policisë nisën pikërisht në këtë moment kur demonstruesit tentuan të afrohen drejt zonës së ndërtimit. Banorët pretendojnë se toka ku po ndërtohet resorti luksoz është në pronësi të tyre dhe se më pas ajo ka kaluar në emër të Fatmir Shpellzaj, ish zyrtar i kadastrës, i cili sipas tyre më vonë ja ka shitur pronën biznesmenit Bashkim Ulaj. Përveç protestave në zonën e ndërtimit, banorët kanë zhvilluar dhe 2 protesta para strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku kanë kërkuar nisjen e hetimeve për atë që ata e cilësojnë si grabitje të pronës dhe përfshirje të mundshme të zyrtarëve të lartë në këtë proces. Banorët kërkojnë pezullimin e menjëhershëm të punimeve në Bregdetin e Velipojës deri në sqarimin e plotë të çështjes së pronësisë së tokës dhe hetimin e pretendimeve të tyre nga institucionet e drejtësisë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e deputetes Belinda Balluku për shuarjen e masës së sigurisë pezullim nga detyra. Vendimi u mor nga gjyqtari Erion Çela, i cili më herët kishte vendosur edhe masat e sigurisë ndaj saj dhe ish vartësve të saj. Masat mbeten në fuqi edhe pse Balluku është shkarkuar nga detyra e saj qeveritare. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e deputetes Belinda Balluku për shuarjen e masës së sigurisë pezullim nga detyra, duke vendosur që masa të mbetet në fuqi edhe pse ajo nuk mban më funksione në qeveri. Vendimi është marrë nga gjyqtari Erion Çela, i cili më herët kishte firmosur masat e sigurisë edhe ndaj 2 ish-vartësve të Ballukut, Eral Telezi dhe Gentia Ngjyli. Këto masa u vendosën në kuadër të hetimeve që lidhen me çështjen për cilët po zhvillohet procesi gjyqësor. Deputetja Balluku kishte paraqitur kërkesë në gjykatë për heqjen e masës së pezullimit nga detyra, duke argumentuar se ajo nuk mban më funksionet e mëparshme në ekzekutiv dhe se masa sipas saj kishte humbur objektivin e saj. Masa e sigurisë pezullim nga detyra ndaj Ballukut ishte vendosur nga GJKK-ja me 19 nëntor, në kohën kur ajo mban te postin e zëvendëskryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Vendimi u la më pas në fuqi edhe nga gjykata e posaçme apelit. Ndërkohë, në 26 shkurt kryeministri Rama njoftoi shkarkimin e Ballukut nga detyra qeveritare. Pavarësisht këtij zhvillimi, gjykata vendosi që masa e pezullimit të mbetet në fuqi në kuadër të procedurave dhe hetimeve që vijojnë ndaj saj. Sipas raportit të SPAK për vitin 2025, grupet kriminale shqiptare janë përfshirë në 7 veprimtari kryesore të palishme, duke përfshirë trafikun e drogës, armëve, vrasjet me pagesë, kontrabandën dhe pastrimin e parave. Shumica e këtyre aktiviteteve kryen jashtë vendit, ndërsa Shqipëria përdoret kryesisht si vend tranzit, qendër koordinimi për pastrimin e parave. Hetimet tregojnë gjithashtu përdorimin e korrupsionit brenda dhe jashtë vendit për lehtësimin e këtyre operacioneve. Sipas raportit të fundit të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, krimi i organizuar në Shqipëri mbetet në nivel të lartë dhe gjatë vitit 2025, duke shtrirë aktivitetin e tij në arenën ndërkombëtare. 7 janë veprimtaritë kryesore të identifikuara nga hetimet: trafiku ndërkombëtar i drogës, trafiku i armëve, vrasje me pagesë, emigrimi i palishëm, kontrabandë dhe pastrimi i parave. Ndër veprat penale kryesore nga hetimet e vitit 2025, vjet re se shumica e tyre kanë tendencë të kryen në kuadër të grupeve të strukturuar
kriminal 54% dhe kjo formë e kryerjes së këtyre veprave penale vijon të mbetet shqetësuese dhe me risk të lartë. Riskun më të madh ndër vepra penale paraqet trafikimi i narkotikëve 28.4%, pasuar nga pastrimi i produkteve të veprës penale 24.3%. SPAK nënvizon se Shqipëria përdoret kryesisht si vend tranzit për reduktimin e anëtarëve dhe si qendër koordinimi për aktivitetin kriminal, ndërsa të ardhurat nga këto aktivitete pastrohen brenda vendit. Vihet të re se shumica e aktiviteteve të rënda kriminale të këtyre grupeve zhvillohen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa Shqipëria përdoret kryesisht për pastrimin e produkteve të veprës penale si vend tranzit, rekrutimi dhe qendër koordinimi i aktiviteteve kriminale kryesore. Në lehtësimin e trafikut, grupet shqiptar përdorin korrupsionin brenda dhe jashtë vendit. Hetimet zbuluajnë gjithashtu përdorimin e korrupsionit në porte dhe dogana, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në disa shtete të Evropës, duke lehtësuar operacionet kriminale. Sipas SPAK, ky proces ka evoluar nga modelet sporadike të pastrimi i parave drejt një organizmi më të sofistikuar, duke reflektuar personalizimin dhe shtrirjen ndërkombëtare të grupeve kriminale shqiptare. Një shtetash i shpallur në kërkim nga Kosova është arrestuar në fushkryerje nga forcat speciale të policisë shqiptare. 36 vjeçari Fatjon Shota kërkohej për disa vepra penale, përfshirë trafikimin e narkotikëve dhe kalimin e palishëm të kufirit. Ai pritet të ekstradohet drejt Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit me burg. Një 36 vjeçar i shpallur në kërkim nga autoritetet e Kosovës është arrestuar nga strukturat e specializuara të policisë së shtetit në Shqipëri. Në pranga ka rënë shtetasi Fatjon Shota, i cili u lokalizua në zonën e fushkryerjes pas informacioneve të siguruara nga policia në rrugë operative për lëvizjen e tij. Operacioni u realizua nga drejtoria e forcave të posaçme operacionale, e cila ndërhyri menjëherë pas identifikimit të vendodhjes së tij. Pas lokalizimit, forca e policisë organizoi ndërhyrjen dhe arriti të arrestojë 36 vjeçarin, i cili kërkoi nga drejtësia kosovare për të vuajtur një dënim të formës së prerë. Sipas autoriteteve, Fatjon Shota është dënuar nga gjykata e Gjakovës me 2 vite burg dhe 550 euro gjob për vepra penale që lidhen me posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e narkotikëve, si dhe për kalimin e palishëm të kufirit. Vendimi i gjykatës është dhënë me 14 mars të vitit 2023, ndërsa ka ky dënim atij i kanë mbetur për të vuajtur dhe 1 vit e 4 muaj e 10 ditë burgim. Arrestimi i tij vjen në kuadër të operacionit vazhdueshëm që po zhvillon policia e shtetit për kapjen e personave të shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar për vepra të ndryshme penale. Pas arrestimit, 36 vjeçari do të mbahet në paraburgim në Shqipëri deri në përfundimin e procedurave ligjore për ekstradimin e tij drejt Kosovës, ku pritet të vuajë pjesën e mbetur të dënimit të dhënë nga gjykata. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody's Rating ka rikonfirmuar vlerësimin afatgjat të Shqipërisë në BA3, duke cilësuar perspektivën si të qëndrueshme. Sipas raportit, parashikohet rritje reale e prodhimit të brendshëm bruto prej 3.6% në 2025 dhe 3.5% në 2026, kryesisht fal sektorit të turizmit dhe fluksit të qëndrueshëm të investimeve të huaja direkte. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody's Rating ka konfirmuar vlerësimin afatgjat të Shqipërisë në nivelin BA3, duke vlerësuar perspektivën si të qëndrueshme. Sipas raportit, ekonomia shqiptare pritet të regjistrojë një rritje reale të prodhimit të brendshëm bruto prej 3.6% për vitin 2025 dhe 3.5% për vitin 2026. Rritja ekonomike pritet të mbështetet kryesisht nga performanca e sektorit të turizmit dhe fluksi i qëndrueshëm i investimeve të huaja direkte, veçanërisht në energji dhe turizëm. Moody's nënvizon se gjatë vitit 2025 deficiti arriti në 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, duke shënuar një rritje prej 0.7% krahasuar me vitin 2024. Agjencia parashikon gjithashtu që raporti i borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto të ulet me rreth 51% deri në vitin 2027 nga 52.6% që është vlerësuar për vitin 2025, i nxitur nga rritja ekonomike e fortë dhe një bilanc primar fiskal i balancuar ose paksa e pozitiv. Raporti gjithashtu thekson rëndësinë e vazhdimit të reformave që lidhen me procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, edhe pse me një ritëm gradual. Sipas Moody's, riskjet që lidhen me likuiditetin e qeverisë dhe të sektorit bankar pritet të mbeten të kontrolluara, duke ofruar një bazë të qëndrueshme për stabilitetin ekonomik të vendit në periudhën afatmesme.
Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 16 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht tek thjellët në zonat bregdetare dhe qendrore, ndërsa në disa zona jugore dhe juglindore do të ketë vranësira kalimtare. Pasditja vijon me alternime mes diellit dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 20 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjesshme dhe intervale me diell gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:49 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 14 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.